Tetori I egër, kur natyra ndryshon ritmin. Tetori një muaj që ndjen frymen e fundit të ngrohtësisë dhe fillimin e ftohtësisë së tokës. Në çdo pëll, në çdo shkurre, në çdo fush, jeta ndryshon ritëm. Qethet ndahen nga degët, zogjt përgatiten për udhë të gjata dhe kafshët të tjera ndjejnë se koha e mbijetesës po afrohet. Në këtë mënyrë, natyra është si një pikturë që ndryshon çdo ditë. Të dashur ndjekës të dokumentarit Wildlife Marian Marici. Fillimi I tetorit, edhe këto pamje nuk janë të zakonshme. Megjithatë, ne dokumentarin po e nisim me këto pamje. Pra, borë gjithandej, shkojeni nga data 2 tetor në mbrëmje dhe sot ja ku jemi 4 tetori, pamje shumë e bukur, një peizazh I mrekullueshëm dhe ky është një fillim I një dokumentari jo të zakonshëm, megjithatë desha që edhe ju t'i shihni këto pamje, jo vetëm nga kamera këtu që kam, por do t'ju sjell pak dhe pamje me dron që ta shihni si fillim dokumentarin Wildlife Marian Marici se çfarë pamje kishte fillimi I tetorit të vitit 2025. Shikim të këndshëm. Ja që ka përna pret bora. Pra një borë që nuk mund ta kishte parashikuar askush si të tjetë. Unë dua t'i sjell disa detaje deri tek ju që t'i shihni se vërtet bora megjithatë është kënaqësi, por ky kontrast I temperaturave nuk e di se sa do të jetë I mirë se ardhur. Prandaj jemi në vjesht akoma, në fundit nuk është se është prit shumë. Si të tjetë, këto puni ka befasia e vjeshtës edhe dimnit pse jo. Zogjt stektar nisën drejt jugut, ndërsa ata që mbeten përgatiten për një sezon të ashpër. Në këtë periudhë, çdo veprim është I matur. Çdo lëvizje ka vetëm një qëllim: mbijetesën. Ndonë se jemi në tetor dhe siç e dim, thuajse të gjithë shpendet shtektar normalisht duhet të kishin shtektuar. Këtu po e shoh Falco vespertinus, apo skifteri këmbkuq, që është një individ I ri dhe është femra. Ka kohë që po qëndron aty në telat të një shtylle elektrike dhe sjell kokën djathtas e majtas duke kërkuar për insekte kryesisht, por ky natyrisht se ushqehet edhe me brejtës e zvaranik e kështu me radhë. E takova një breshk mesi tetorit që normalisht këto në këtë kohë do duhet të ishin thellë brenda vrimave ku fshihen për kohë gjatë, po frikohet momentalisht ta qes kokën megjithatë në momentin që ne largohemi kjo vazhdon rrugën normalisht. Janë prej krijesave më të dashura, më të mira që unë I dua dhe krejt të
qeta që nuk I bën dëm askujt. Ky duhet tjetë një mashkull, individ I ri, edhe pritet që këtë krijoj tufat e veta në vitin e ardhshëm, po mënoj familjarët, ose si të them, ku qel vezët që dalin pasardhës, le të themi ashtu, të çiftit që mund të krijoj, ndërsa këtu I ka, sepse shumë shpesh mund të rrshas në përgur, dhe këto janë lëndime të shtëpisë Zoja apo Kafkës që breshka I përjeton thuajse gjithmonë, përndryshe edhe jeton shumë gjatë. Po e lo rahat që me vazhdu tutje. Pa çfat zemër. Tash erdhëm te njërat prej kamerat mia kurth, ku e monitoroj gjithmonë numrin e grabitçarëve të mëdhenj, numrin e ujqërve, numrin e macave të egër, kaprollave e kështu me radhë, për ditur se si qëndron situata, dallimi nga viti në vit. E sidomos këtu më intereson shumë e ditë nëse ka pas individ të vegjël të ujku, të cilët do të kishin kaluar apo kanë kaluar përballë kamerës time, që ta di se si qëndron puna me individ të këtij viti, a ka numër më të madh, më të vogël e kështu me radhë. Në pyll heshtja ka zë, tingujt janë më të thellë dhe më të ngadalshëm. Era sjell aromën e lagështisë së tokës, myshkut dhe gjetheve të kalbura. Edhe aty ku hiç nuk e prita, pash një nga kafshët apo grabitçart më të bukura që e kemi mes nesh, e që e xhirova edhe fotografova, bëhet fjalë për masën e egër, Felis silvestris. Përndryshe nuk e kthente shpindën për shkak të kujdesit që ka edhe rrezikut potencial që ajo e llogarit se mund të jetë
krijesa njeri në këtë rast ne. Por si të tjetë, mundësia ke që ta xhiroj edhe ta shihni se çfarë fytyre pjesën para e ka, ndërsa që ta dallojmë akoma më mirë do t'ishte po ta kisha xhiruar edhe pjesën e bishtit që e ka shumë më të trash, po ashtu dhe në trup më e madhe, natyrisht ka dhe forcë më të madhe fizike për dallim prej maceve të shtëpisë. Prandaj edhe isha shumë e fat, ndonë se fati vjen qysh e kërkon, patjetër, që xhirova këtë lloj specie të mrekullueshme që unë e quaj krijesa më e bukur nga llojet e maceve të egra. Këto që po i shihni janë pasojat borës të madhe që ka ra para disa ditëve, edhe natyrisht ne s'mund të kalojmë këtej pa e rregullu këtë problem, edhe detyrohemi me dal vetë me zgjidh problemin, sepse për ndryshe nuk kemi alternativë apo nuk mund të kalojmë jashta se me bo një zgjidhje vetë. Në qiell, lëvizje të mëdha ndodhin çdo ditë. Tufat e shpendjeve krijojnë formacione, formojnë me precizion si një trup i vetëm. Ata e ndjejnë ndryshimin e dritës, e lexojnë erën, e dëgjojnë thirrjen e largësisë. Krejt në fund ditës desha ta bëj një gjerim jo të zakonshëm. Atje më treguan fshatarët të këtij fshati këtu, fshatit Bllath, që shumë shpesh po shohin pranitë të ujqërve. Mirë po, ky ujk që do ta shihni tash është shumë i veçantë, dhe arsyeja pse është afër sepse zotriu këtu që po jeton mban diku një 3000 pula, prandaj dhe ata vinë dhe ushqehen me ato pula, sulmojnë ato pula, sepse në fund instikte kanë. Mirë po, jo gjithkund e shihni këtë lloj ujku të bukur kështu, mbi të gjitha po e nis dronin tim deri tek ai lokacioni dhe të marr pamje që nuk i shihni gjithandej pamjet me dron të një ujku. Prandaj kjo dhe mund të jetë xhirimi më ekskluziv që keni parë deri më tani. Për disa, ky është udhëtimi më i gjatë i jetës, po për disa të tjerë që zgjedhin të qëndrojnë, fillon betejë për ushqim dhe ngrohtësi. Zharprinjt gjejnë shpella të ngrohta dhe insektet mbyllin ciklin e tyre jetësor.
Tetori është edhe në fund, edhe në fillim, në çdo trup që bie në gjumë, fshihet premtimi i një zgjimi në pranverë. Në këtë stin graviçorët janë në kulmin e përqendrimit. Dhelpra gjuan me durim, shqiponja sheh më larg se kurrë, ujku ndjek aromën në ajër, çdo veprim është pjesë e një zinxhiri të përkryer, ku asgjë nuk shkon kot. Në botën e egër, çdo ditë është një provë. Kur dielli bie më herët dhe nata zgjatet, natyra qetësohet. Tetori po mbaron, por po lë pas rrëfimin e një muaji të gjallë, të bukur dhe të egër. Çdo gjallësë ka gjetur mënyrën e saj për t'u përshtatur. Natyra s'ka luksin e vonesës, ajo gjithmonë është në kohë. Tetori është kujtesa e qetë e natyrës që gjithçka ka cikël, asgjë nuk humbet, gjithçka ndryshon formë. Në botën e egër nuk ka vjesht të trishtuar, ka vetëm përgatitje për ringjallje, dhe kjo është mrekullia më e madhe e natyrës.